Unë sot kam marrë një letër ftesë për takim me kryetarin e Lëvizjes Vendosje Zoti Kurti në formatin 1+1. Pra, këtë herë të takohemi 2 me 2 dhe do t'i përgjigjim pozitivisht kësaj ftese. Besoj që kohën e takimit do të aranjojnë ekipet tona. Por ky le të jetë një takim i parë dhe po ashtu do takohemi dhe do të provoj takohemi dhe me liderët tjerë të partive politike dhe të PDK-s së AK-s për të parë dhe kuptuar dhe pozicionet e tyre. Në këtë fazë du ta bëj publike për gjithë vendin që ky është komunikimi i parë që kemi pas deri më tani. Po nuk ka pas komunikime paraprake, nuk ka pas komunikime të tjera, kjo është komunikimi i parë zyrtar që kemi pasur që nga përfundimi i zgjedhjeve dhe prandaj s'mund të jap më tepër informacione pa ulur në takim. Cilat do të jenë kushtet tuaja në takim? Çka do të jetë tema e diskutimit? Do të flisni për emra konkrete apo janë ato që keni thënë që do të jenë parimet? Ne do të flasim për parimet fillimisht. Pra parimet e LDK-s tashmë janë bërë publike, kemi bërë publike disa herë, që do të flasim për një trajtim gjithëpërfshirës të gjitha institucioneve, brenda kësaj gjithëpërfshirëse të ketë balancë mes palëve që i ndërtojnë institucionet, por duhet parë dhe dëgjuar dhe palët tjera se çfarë mendimi kanë.